Grida Duma ka preferuar ta mbajë gjithmonë larg vëmendjes mediatike jetën e saj private, edhe pse kurioziteti për të ka qenë shumë i madh. Pas shumë vitesh që çifti Saljani Duma u përpoqën ta mbajnë jashtë vëmendjes së mediave roz lidhjen e tyre, së fundmi e pranuan publikisht dhe sikurse thon burimet pranë çiftit, ata kishin filluar bashkëtesën. Megjithatë, kur duket se çdo gjë po shkonte më së miri, me shpejtësinë e erës u përhap lajmi se Grida vendosi t'i jap fund lidhjes me Saljanin. Viti 2026 nuk e gjeti bashkë çiftin, madje për të deklaruar se tashmë nuk ka asnjë lidhje me të, moderatorja tha. Për herë të parë, nuk kam patur problem që unë të lëshoj dikë që kam dashur shumë. Vjen një pikë ku nuk investon më për te vetes, gjërat të rrinë ose nuk të rrinë mirë, shpjegoi ajo, duke deklaruar përfundimin e marrëdhënies disa vjeçare me Ervin Saljanin. Megjithatë, mendohet se një nga arsyet e këtij vendimi është tradhtia e ish-deputetit demokrat. Mësohet se kohët e fundit ai është parë në ambiente private i shoqëruar me një vajzë shumë simpatike, e cila ka studiuar për drejtësi. Vajza në fjalë ka mbaruar studimet jashtë Shqipërisë dhe thuhet se po i jep suportin e saj Saljanit edhe në fushën politike. Megjithatë, pritet për t'u parë me kalimin e kohës, nëse Saljani do të flasë hapur për jetën e tij private dhe nëse ai vetë do t'i konfirmojë zërat që qarkullojnë për të.